Nuk del asnjë artist të thot ne jemi në vend në dhjetën e parë të vendeve me më shumë ujë per capita, për kokë. Dhe asnjë familje nuk ka 24 ujë në shtëpi të rrjedhshëm. Dhe në këto lume madhështor që kemi mund të ndërtojnë qindra hidrocentrale dhe ta kemi korrentin falas. Fatura e korrentit është maksi më i madh i familjeve shqiptare. Asnjë artist ose media nuk del të thotë që paga mesatare u rrit do bëhet nga 400.000 lekë vjetra, 500.000 lekë vjetra. 500.000 lekë ta blen bregët që janë pushtet. Siç ja kapën marrë aty mos i zë me emra tash. Bregët më të lira që kishin bënin 500.000 lekë. Sa do kemi pagën minimale. Asnjë nuk del të thotë që ka 40 vjet që vitet nasa shqip, që kur ka demokracia dhe nuk po flas për Ramën ose po flas për të gjithë bashkë. Që nga Ismail Qemali deri te ky që është sot. Asnjë se rregulloi dot. Të kemi ujë, drita dhe naftën tonë që del ta kemi ne. Duhet ta kishim falas, ne bëjmë më shtrenjtë se çdo vend tjetër në rajon. Dhe po na i vjerin qindra miliardë, do doni politikë, kjo është kartolina ime për vitin e ri. Artistët janë një mut i madh në Shqipëri. Të gjithë gënjejnë, janë të gjithë të blerë. Të gjithë ulin kokën se ka frika pronarët e mediave. Dhe nuk thot askush të vërtetën në sy. E vërteta është që ne jemi kom fat keq dhe shqyqyr që kemi këto festat që të takojmë dhe të puthim njëri tjetrin. Kjo është kartolina ime. Kaq, nuk kam asgjë për të shtuar.